Si që shikoni, ju flas nga Tirana, nga kryeqyteti, ku pas krave të mi janë mbledhur qindra mijëra protestuesit janë të revoltuar, protesta vetëm sapo ka filluar në fakt, është një marshim I cili është ndarë në dy grupe, ka protestues nga kryeministria, por një pjesë e tyre janë mbledhur përballë sheshit Skënderbej. Unë do marr disa zëra për podcastin Diaspora Lindas Show. Edhe këtu me mua është një zotëri që I është bashkuar protestës, besoj që ditën e parë të saj, është emigrant I cili ishte emigrant djes ka jetuar në Britani dhe do ta pyes konkretisht, është kthyer përpara se sa të kemi këto trazira dhe problematika, ka qenë besoj një vendim vullnetarioti. Po gjithmonë ëndra ime ka qenë me jetu në Shqipëri. E dita në rast se disa prej nesh që kanë emigruar nuk rikthehen dhe përpiqen për të ndërgjegjësuar, për të zgjuar ndërgjegjen popullore, kush do e bëj? Sepse edhe unë si shumë shqiptarë që kanë ikë jashtë dheut, po të jetonin vetëm brenda Shqipërisë, do ishim thjesht militant partish. Fati ka deshur të emigroj që në moshë të re dhe duke emigruar ti edhe mëson, edhe edukohesh, edhe vjen një kohë që beson që është koha që të zgjohet populli shqiptar. Ajo çfarë ndodhi në Zvërnec ishte pika kulminante e 999 halleve që shqiptarët I kanë. Dhe ndodhi ajo që e keni pa ju si që ishte edhe fundjava me mbi 200.000 shqiptar. Ne kemi ndjekur të gjitha zhvillimet, të gjitha shqetësimet e qytetarëve që janë bashkuar kësaj proteste, por unë jam emigrante që jetoj në Angli, jam larguar si profesioniste, zemra rre fort për Shqipërinë, edhe sigurisht të gjithë e kemi atë dëshirën e zjarrt për të kthyer, por ku të kthehemi dhe sa I sigurt është ky vend për të jetuar. Ne nuk e kemi përgjigjen e kësaj, sepse situata është vërtet shumë shqetësuese. Por ju që jeni kthyer, çfarë kërkoni të ndryshojë konkretisht përmes këtyre protestave qytetare dhe shumë paqësore realisht? Kthimi im dhe reintegrimi në jetë pa shumë para, pa shumë kursime nuk ka qenë I lehtë, por kur e don vendin tënd dhe kur e ndjen, duhet me bëj edhe sakrifica. Sot fal edhe lëvizjes lirë dhe teknologjisë, një pjesë e mërgatës toni kanë mundësitë ekonomike më të mira dhe ju e keni pasur sa kanë ardhur nga diaspora prej Londre, prej Amerike, prej Zvicre, prej Kanadaje, prej Gjermanie, Belgjike, Hollande, Itali e tjerë. Kështu që gjysma e njerëzve që I shihnin në shesh janë pjesë e mërgatës, ose drejt për drejt ose indirekt që nxisin familjarët e tyre. E kuptoj edhe urrëtitjen popullore që kanë ndaj kësaj qeverie dhe kësaj klase politike në përgjithësi, por duhet durim sepse kjo protestë tashmë është bërë edhe një lloj trendi, është bërë një lloj magneti për të huajt. Kështu që prandaj kemi këmbgul që të jetë paqësore për arsye se ne E qartë, po unë jam kurioztare për të kuptuar, a mendoni që dorëheqja e kryeministrit do ta përmirësojë situatën jetësore në Shqipëri edhe cila do ishte zgjidhja? Çfarë propozon konkretisht kjo protestë? Kjo protestë dje ka dalë me një deklaratë. Pika e parë pa negociueshme dhe pa ulje në tavolinë asgjë është dorëheqja. Pastaj një qeveria tranzitore ose teknike, politike po jo partijake, ku shqiptarët dhe shqiptarët më të mirë të kombit do përzgjidheshin nga vetë populli përmes një kuvendi që është propozuar nga disa organizatorë dhe qytetarë të ndryshëm dhe do ndodhe në ditët në vazhdim. Dhe përmirësimi do të jetë paktën 60 deri në 70%. Dhe mbas një viti një qeverie teknike ne do arrijmë të vendosim edhe themelet e reja përmes kushtetutës së re që është propozuar. Në kushtetutën e re sigurisht që kodi zgjedhor do jetë te I pari, anullimi I ligjeve që kanë nxjerrë Shqipërinë në shitje, siç është ligji strategjik ose ligji I maleve apo ligji për investime të ndryshme në zona të mbrojtura. A mendoni se do përfundojë si një protestë paqësore, ashtu siç ka nisur deri tani, do të mbajë këtë ritëm? Do me thonë vetë qeveria nuk do reflektojë dhe do japë dorëheqje, atëherë populli din me përdorë dhe mjete tjera popullore. Edhe ato janë mjete popullore. Por ne nuk duam të shkojmë te ajo, sepse një vetvrasje kishim në 97-98, një vllavrasje kishim 44-45 dhe me këtë popularitet, me këtë zgjim që është bërë deri te fëmijët që janë në barkun e nanës, edhe fëmijët e vegjël edhe mosha 3, ne mendojmë që do arrijmë qëllimin final. Kjo është paktën ajo dëshira jonë, edhe
duke parë dhe vëmendjen që ka marrë në mediat botnore, duhet që të sigurohet gjithë bashkëtarët që kia është revolucioni shqiponjave. Ajo që nisi për flamingot është kthyer në revolucionin e shqiponjave, se flamingot janë 1.999 halle tjera të korrupsionit, është ajo çfarë i përfaqëson shumicën e këtyre njerëzve që i gjen në shesh, edhe duke qenë që shumica e familjarëve tanë janë jashtë adeut, në veçanti në Britani ku kam jetuar 8 vjet. Shpopullimi është një ndër organizatorët kryesorë të. A mendon të rikthehesh më në Britani? Ja, ëndra ime ka qenë, edhe jam duke jetu mirë, keq me sfida. Na lejo të kuptojmë pak, çfarë pune ke bërë atje dhe çfarë pune bën këtu për të kuptuar standardin e jetës? A ka pasur luhatje ndryshim? Atëherë, unë jem marrë atje me ndërtim, jem marrë edhe me bare, që do të thotë barman në Royal Square kam punu në disco, jem marrë edhe me shkollë që kam studiu në Leicester Square për 2 vjet anglisht. Pata fillu edhe kolegjin e turizmit që nuk e përfundova, prap jem marrë me ndërtim, dhe këtu merrem me guida turistike, kështu që shumicën e anglezëve që ju edhe i njihni ish deputet parlamentit, gazetar, avokat, jurist, polic, unë i kam shoqëruar. Po në politikën shqiptare duhet të ketë përfaqësues nga diaspora, zëra nga diaspora. Nuk kemi pasur në fakt, diaspora ka qenë e harruar. Diaspora duhet të ketë 50% të zërit, por jo diaspora që infektohet përmes këtyre partive të pranishme. Do të thotë, duhet jetë një diasporë, siç ishte diaspora e Nolit dhe Vatës, një diasporë e pavarur e paanshme, por që ka vetëm një qëllim, atë dashurinë, flamurinë e Gjergj Kastriotit dhe amanetin e të parëve tanë. Unë do pyes edhe protestues tjerë, ku janë shqiptarët e diasporës? Pothuajse të gjithë. Okej, qartë, emrin tuaj? Arben Kola. Arben Kola, faleminderit shumë që u bashkova podcastit tim. Të tërhoqi vëmendjen, kjo pankarta këtu, e cila shkruan të rinjët ikin, të vjetrit qeverisin, prej dekadash, diçka nuk shkon. Unë jam gazetare, vi nga Londra. Ju jeni emigranta apo jetoni këtu? Shqiptare Shqipërisë puro, s'ke emigruar kurrë. Dhe nuk mendon ta bësh? Ka qenë anija e babit, po ka ikur në emigrant, i ikur në Itali. Kam bërë shkollimin atje 7 vite dhe jemi kthyer në 97-ën. Në 97, patjetër me dëshirë. Të jetën në Shqipëri me patjetër të ndërtoni të ardhmen këtu, apo jo? Patjetër, të bëhet vend më i mirë. Vendi këtu ishte shumë i mirë në 97-a. Ka qenë në thojza luftë. Dhe ka qenë shumë e vështirë adaptimi dhe përshtatja. Sa ditë ka që i bashkoni protestës? Që në ditën e parë. Cila është kauza jote më e madhe që ju ka mbajtur të lidhur kaq shumë me këtë protestë? Unë jam tiranëse dhe aktualisht nuk zotëroj as i pronë të Tiranës. Prej ligjeve që ka ndër vite ka ngritur kjo qeveri, jo vetëm PSO-ja, por edhe vitet e tjera. Dhe momentalisht unë bëj thirrje zotit kryeministrit të japi tërheqjen, sepse nuk ka vend të botës, qytet të botës, në një qytetar, nëse këtë pronata e veta në vendin e tij. Nëse Tirana këtu, tiranësit bëhet fjalë, nuk ka as i pronë. E shikoni si zgjidhje largimin e tij? Do ketë përmirësim? E para largimi i tij sepse ka nejt gati 3 mandate dhe pak në qeverisje, dhe nuk ka bërë asgjë. Patër për sa i përket kauzës unë jam ngritur sot. Për sa i përket gjithë çështjeve tjera, shkollore, sanitare, spitalore dhe gjithë tjerat, ato janë kauza shumë të forta që prapë më prekin. Por kauza më e fortë është kjo ime, që jam Tiranë e nuk jam as i pronë Tiranë. Bëhet fjalë pak për mua. Ne vlerësojmë shumë këtë kauzë dhe do jetë publike tek podcasti im, Diaspora Lindas Show. Sa ditë ka që i bashkoni protestën? 24 ditë. 24 ditë. Po. Jetoni këtu? Jo, vi nga Korça. Nga Korça. Edhe bën çdo ditë këtë rrugë? Po, çdo ditë vetëm ky kryeministër duhet ikë me largu. Se i ka sill gjithçka PSO-ja ky kryeministër. Ju lutem deputetëve të socialistës, të japin dorëheqjen të bashkohen.
qytetarët shqiptar, por jo vetëm, edhe shqiptar të diasporës kanë ardhur pra në këtë protestë për të kërkuar zgjidhja, për të dëgjuar zëri i tyre. Kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama dhe vendosjen e një qeverie teknike. Unë jam një gazetare, jam emigrante gjithashtu që kam emigruar prej 5-6 vitesh në Mbretërinë e Bashkuar. Është një protestë jashtëzakonshme, një protestë paqësore, një protestë shembullore do ta quaja. Sa vite ka që jeton në Gjermani? Unë quhem Jona Liaj, jetoj prej 10 vitesh në Gjermani, kam ikur si studente, detyrova si shumë të rinj marrë edhe unë rrugën e emigrimit. Sa ditë ka që je bashkuar protestës? Unë kam vetëm 3 ditë që jam bashkuar fizikisht protestës, po ndërkohë e kam ndjekur ndërmjet rrjeteve sociale nga Gjermania non-stop. Shumë interesante. Në pankartën tuaj ka të shkruar na keni ndarë nga prindërit, por nga apo nuk na shkruani do. Është shumë vërtet. Shumë bukur. Pra, ti ke 10 vite në Gjermani, por sërish nëse Shqipëria bëhet më mirë, mendoni të riktheheni në Shqipëri. Shpresoj se mund të jem e gatshme ta ndërmarr një hapësirë për të mirën e atëherë. Ju jeni integruar në Gjermani. Unë jam integruar në Gjermani, po ndërkohë zemra dhe shpirti qanë për Shqipërinë, qanë për vendin tim. Çfarë kërkon të ndryshohet në mënyrë urgjente? Çfarë kërkon të përmirësohet në Shqipëri? Mbi 35 vite na premtohet Bashkimi Evropian, anëtarësimi në Bashkimin Evropian, po ndërkohë ne nuk i plotësojmë kriteret më bazë për një anëtarësimi. Ne kemi edhe sot në vitin 2026 kemi mungesa të theksuara të zhvillimit ekonomik. Kemi papunësi në numra të tmerrshëm. Shëndetësia është në gjendje alarmante. Në qytetin tim Prindës, në Tropoj, në Baramzor, nuk ka mjekësi, nuk ka mjek. Njerëzit detyrohen të shkojnë ose në Gjakov, ose në Kuzë, ose të marrin rrugët e Tiranës, ose edhe jashtë shtetit që kurohen. E kjo është fatkeqësi e madhe. Sa ditë do të qëndrosh në protestë? Derisa të them në Gjermani deri të shtunën do të jem proces. Interesante. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për këtë mbështetje të jashtëzakonshme. It's good to demonstrate. Okay. We heard from the flamingos and the national park, Yes. and we want to stay in the national park. So that's where we are sitting and looking for the demonstration. Shko, për këtë pjesën, po, është vërtet që mund të kërkojnë asile dhe Aktualisht ju flas nga qyteti Lesta.